Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kur nuk duhet t'i mbani këto 6 gjëra në portofol, dëgjojeni para se të jetë të vonë. Portofoli është një zbulim interesant. Normalisht ne nuk duhet të vendosim diçka të vlefshme dhe të fituar me vështirësi në një xhep të vogël lëkure, por ne e bëjmë këtë me një portofol. Për këtë arsye, kuletat janë shumë të lehta për të vjedhur ose për të humbur, prandaj ka disa gjëra që nuk duhet t'i fusni në një portofol për të mbrojtur sigurinë tuaj financiare dhe atë personale. Në këtë video, ju do të gjeni të renditura 6 nga gjërat më të rëndësishme që nuk duhet t'i ruani në portofol. Shuma të mëdha parash. Ka njerëz të cilët janë kundër llogarive bankare ose kasafortave. Nëse jeni dhe ju nga këta individ, ju rrezikoni sigurinë tuaj duke mbajtur sasi të mëdha parash në portofolin tuaj. Pas vjedhjes, ndryshe nga llogaritë e organizuara financiare, parat prej letre nuk kanë një gjurmues dhe kjo do të thotë që ti nuk mund të rimarrësh faturat e vjedhura, prandaj duhet t'i besoni kartave plastike. Jo vetëm që është një bezdi për të mbajtur diçka kaq të rëndë në xhepin tuaj, por është gjithashtu shumë e rrezikshme. Pinë dhe fjalë kalime. Disa njerëz shkruajnë pinin e kartës së debitit dhe fjalë kalimet për llogari të ndryshme në rast se i harrojnë dhe i mbajnë ato në kuletat e tyre. Megjithatë, ky informacion duhet gjithmonë të lihet në shtëpi, në një vend të sigurt. Nëse dikush ka akses në pinin tuaj bankar ose fjalëkalimet e llogarisë financiare, ata lehtësisht mund të vjedhin para nga llogaritë tuaja ose të bëjnë blerje në emrin tuaj. Certifikatën e lindjes ose pasaportën. Është mirë që kur dilni certifikatën e lindjes dhe pasaportën t'i mbani në shtëpi, ashtu si numri juaj i sigurimeve shoqërore. Këto dokumenta përmbajnë disa informacione të rëndësishme dhe personalisht të identifikueshme, dhe humbja e tyre do ta bënte shumë më të lehtë për hajdutët që të vidhnin identitetin tuaj. Për fat të keq, më shumë se gjysma e udhëtarëve të anketuar nga Experian thanë se i mbanin pasaportat në kuletat e tyre. Nëse jeni duke udhëtuar jashtë shtetit për më shumë siguri, ju sugjerojmë që pasaportën tuaj ta ruani të kyçur në hotel, në vend që ta mbani atë me vete ndërkohë që eksploroni qytetin. Çelësa të rezervë. Një portofol i humbur që përmban adresën tuaj të shtëpisë dhe një çelësë rezervë janë një ftesë për grabitësit për të bërë shumë më tepër dëm sesa thjesht të hapni një kartë krediti në emrin tuaj. Mos rrezikoni pronën dhe familjen tuaj. Kartonin e sigurimeve shoqërore. Ju nuk duhet të mbani kurrë në portofolin tuaj kartonin e sigurimeve shoqërore. Numri juaj i sigurimeve shoqërore është pjesa më e rëndësishme e informacionit për hajdutët e identitetit dhe dëmet që rezultojnë nga vjedhjet e identitetit mund të ndikojnë financat tuaja në vitet në vijim. Nëse dikush merr numrin tuaj, ai ose ajo mund ta përdorë atë për të aplikuar për kredi në emrin tuaj, për të paraqitur një deklaratë tatimore dhe për të kërkuar një rimbursim ose për të marrë një punë dhe për të fituar të ardhura që nuk i përkasin. Sipas administratës së sigurimeve shoqërore, kjo mund të jetë shkatërruese. Ndërkohë që mund të merrni një numër të ri të sigurimeve shoqërore, duhet të keni dëshmi se dikush po e përdor atë aktualin. Megjithatë, disa agjenci qeveritare dhe biznese, siç janë bankat, mund t'ju lidhin me numrin e vjetër edhe pasi të bëni kalimin. Telefonin. Shumica e telefonave nuk mund të përshtaten në kuleta standarde, prandaj krijuesit kanë krijuar kasa për smartphone që dyfishohen si portofol ose mbajtëse çelësash. Ato zakonisht përfshin 2 xhepa që lejojnë që ju të ruani
2 ose 4 karta dhe disa kartë monedha, ndërkohë që ju lejojnë të mbani më shumë sende duke marrë më pak hapësirë. Ky kombinim është mjaft i rrezikshëm. Së pari, disa karta mund të ngatërohen me valët e telefonit celular, duke e bërë këtë një ide të keqe për t'i mbajtur ata në të njëjtën hapësirë. Së dyti, nëse portofoli humbet, i thoni mirupafshim telefonit tuaj. Nëse për ditë ankoheni për parat për portofolin që zbrazet sapo e keni marrë rrogën, shpenzimet janë të larta dhe të ardhurat shumë të ulta. A e keni menduar ndonjëherë që shumë gjëra kanë lidhje me fatin? Mos e ka fajin ngjyra e portofolit që asnjë monedhë nuk dëshiron të qëndrojë brenda, që lekët bëhen me këmbë dhe sa futen ikin me vrap. Feng Shui na tregon në lidhjen që ekziston midis tij dhe portofolit dhe sidomos me ngjyrën e tij. Rritja e pasurisë dhe portofoli i ri. Ndryshimi i portofolit është një nga metodat për të rritur fatin në para. Pasuria banon më mirë në një portofol të ri sesa në një portofol të vjetër sipas Feng Shuit. Kështu që mos prisni më, por blini një të ri. Forma, dizenjimi apo marka nuk kanë as pak rëndësi. Ngjyra e rekomanduar nga Feng Shui është ngjyrë ari, e verdhë, rozë ndezur, e bardhë, e zezë dhe bezh. Sidomos ngjyra e artë ka një fuqi të jashtëzakonshme për të tërhequr lekët në portofol. Këtu ka një sekret, kjo ngjyrë nuk rekomandohet as pak për ata që luajnë lojëra fati apo synojnë të bëhen të pasur shumë shpejt. Portofoli mund të mos jetë i gjithë i artë, por ai mund të jetë i zbukuruar me këtë ngjyrë ose të ketë një hajmali. Portofoli ngjyrë rozë ndezur rekomandohet kryesisht për femra. Kjo ngjyrë pikërisht i bën lekët të shtohen, sidomos për të arritur pikësynimet që i bëjnë ëndrat tuaja të realizohen gjithmonë në zhvillimin ekonomik. Përveç kësaj, ajo përmirëson marrëdhëniet me njerëzit, sjell fat në dashuri. Kjo gjë vlen edhe për rrobat. Nëse keni veshur diçka në këtë ngjyrë, fati në dashuri do t'ju rritet. Thonë për ngjyrën e verdhë që influencon hilet me parat, por ama gjithmonë është thënë që ajo çfarë rrit fatin në portofol është pikërisht ngjyra e verdhë. E keqja këtu është se fuqia për të futur lek në portofol është po aq e madhe me fuqinë për t'i nxjerrë ato nga portofoli. Ka edhe një truk tjetër që mund të miksosh ngjyrën e verdhë me një ngjyrë toke, për shembull kafe errët. Energjia vitale e tokës sjell stabilitet dhe pengon largimin e lekëve. Ngjyra për të tërhequr dhe ngjyra për të kursyer para. Për sa i përket fuqisë së ngjyrës, ngjyra e verdhë ose artë kanë fuqinë për të tërhequr shumë lekë dhe ngjyra e zezë ka fuqinë për t'i bllokuar lekët në portofol. Dihet që ngjyra e zezë ka fuqinë për të përthithur energjinë diellore dhe për këtë arsye në Feng Shui është më e fuqishmja për të rritur fatin në lek, por ajo i bllokon lekët në portofol dhe nuk ndihmon as pak ata njerëz të cilët duan t'i investojnë ata. U përshtatet njerëzve të cilët nuk kanë nevojë për fat sepse e kanë atë me bollok. Ngjyra e cila nuk duhet asnjëherë është e kuqe dhe blu. Ngjyra e kuqe ka energjinë e fortë të zjarrit dhe ajo djeg jo vetëm diçka të mirë që mund t'ju vijë, por edhe fatin e lindur që mund të keni. Gjithashtu portofoli duhet të mbahet larg kuzhinës apo larg xhakut, zjarrit të ndezur. Ngjyra blu është ngjyra e ujit dhe si uji që kullon, ashtu edhe parat do të ikin nga portofoli juaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.